Kjo se fëmia jot ka mu gjetë në telashet mllana, shko te Zoti. Foli për ato telashe se as një gjan nuk mundet me kenë ma madhe se Zoti. Kjo se fëmia jot ka me kenë i zhytur në tunimet e të keqes, edhe në mundimet që vinë prej ti, atëherë ti shko, ulu në kam të Krishtit, birë ngjoj përballë ti, edhe lyp mëshirën për ta. Sepse tunimin e të keqes, e të keqin bashkë me te, askush përveç Krishtit nuk mundet me mposhtë e me fitu. Ti si prind, lutu, nino, agjëro për fëmijët tuaj, çomesh për ta. Lëshoja për çdo ditë si dhurat kushtimore Zotit në dur, e ke me pa që gjithçka ka mu te kalu me fuqinë e ti. Mos gabo me zëvendësu Zotin. Mos gabo me zëvendësu Zotin për me gjetë zgjidhje tjetër kond për fëmijët tuaj, sepse ka me kenë shumë ma keq e maran. Zgjidh Zotin për çdo ditë, për te para gjykimeve, për te të kenunit mëkatnor apo dej apo të padej, nuk ka rëndësi, ti zgjidhe Krishtin për çdo ditë. Bjerë nër kam tia, u lungjoj, foli, hape zemrën për gjithçka që fëmijët tu janë tu përjetu, për çdo telashe, çdo shqetësim. Askush tjetër nuk mundet mi liru përveç se Krishtit. Vetëm te, gjeni zgjidhje. Ju lutem mos shkoni kërkun tjetër. Askush nuk ashtë ma i dishëm se Krishti, ma fitimtar se Krishti, ma çlirues se Krishti.